Dhe ja ku jemi bardashur me ishte rubrika e kuzhinës, bashkë me nutricionistën, dietologën Albelina Shabani Lazi, si kur më parë do të gatuajmë bukë. Mirë se erdhe Len. Mirë se gjithë. Qysh bre Len në Ramazan, nanin u shumë po gatu në bukë? Po tash po gatuj për më jep me veti. Me nana për Ma se s'po mund të më jep me hongër, ashtu kështu jo të suani, kështu që po gatuj që me pas për krejt, mi marrë me veti. Okej, po ta falim. Për ndryshë se për shikues që se din, emisioni xhirohet gjatë ditës për të transmetuar pas dite. Në kohën sa po xhirojmë është ende shumë para iftarit dhe Lena ka vendosur me na maltretu me një erën e bukës. Për ndryshe nuk na ftofen ashta deri në iftar, se s'ka shumë kohë. Do gatuajmë bukë, por bukë të cilë për ata që s'mujnë me najt kur qysh pa brum, mund ta përdorë një verzion të bukëve ma të shëndeshme. Me zi që Lena thot, as të shëndeshme bre hiç më thani bukë. Ma mirë mësë ngërheq, por realisht kur jemi të zgjidhje që e kemi gjithçysh, nashta është edhe psikologjike, shëndet, atëherë normal që duhet çdo herë dhe nuk më thanë me bu versioni ma të shëndetshëm. Një për arsye pse kum dosht me bu këtë bukën ose pitolkat e Ramazanit, është po du mi kursy ata të furrav se kur për marrë vojzën për shkollës, edhe deri sa po shkoj te banesa, më thonë, këtë kohën i kom su përmend shka e në furrat, s'po bën me kalu. Prej kolonave që në të prit njerëzit me pje pitolka. Më thonë, nuk mund është me imaginu, janë full, komplet aj lokalat e furrave. Kjo është për një me sigur që edhe në si fyr dalin me ble, sepse është... Se po punaj, aty po shkru, furrat punojnë edhe në gjatë Ramazanit. E tash mu po mdhimen edhe ata, sa ata kanë me boj iftar, kështu që mi kursy pak, mja u bo një zhidje, bële një numër, ata që jënë pak ma të vetëshme, le të disorë, të reduktohë, po. Por, Len, për ata, për tash sinqerisht se kemi këthy pak edhe në marrë të pjesën e bukës, e brumit, po, sa nuk e dhja është e vërtet apo met, po, a ka nevojnë do njëherë organizmi edhe me marrë pak brum, pak... Qëra, unë e çdo herë jam për me bu balancet. Sidomos për shembull të fëmijët, unë shumë shpesh edhe vetë kur janë me gripur, si jam me imunitet ma adopt, jepi diçka që si kum jep kushte normale, për shkak që më aktivizu imunitetin së është diçka e re, ose edhe një farforme mi mësu me ato me tjetrin version që nëse veç për shembull e konsumon, ose ka me hoz gjatë jetës qatë përbërës, kështu më mësu një farforme trupi. Ku është problemi edhe ku kam problemin me brumin, që thëm jo kategorikisht, është se du me ndiku ndërdije sa ma shumë, për arsye se ndikon me rrit, për shumë, thjesht formula e vetë, mos s'ka filozofi, milli bardh, buka e bardh tretet shumë shpejt, jep energji shumë të shpejt, edhe kjo është arsyeja pse tretet shpejt, organizmi nuk ka mundësi me marë përbërësit, nuk ka mundësi me tret shpejt, edhe komplet kjo sasi, ka indeks glikemik shumë qartë, deponohet në vjam. Edhe kjo është arsyeja pse unë po protestoj, edhe po krejt kohën po insistoj, që me reduktu ose me eliminu komplet millin e bardh, përgjithsisht çdo send që bëhet me millin e bardh, për shkak se na jemi të opastë, se cilën herë më shumë po rritet obeziteti, se cilën herë më shumë te fëmijët për shembull, po shohim që janë obez, se cilën herë edhe është diçka që është e shishme, edhe është e preferueshme, s'është që s'm pëlqen edhe mu me hongër një pitol në zetë, s'është që nuk më shijan. Abde, nuk mu më bo ashtë, po thjesht normal nuk du, as nuk e mendoj, as nuk du me tentu, për shembull me provu, as nuk e ofrën shpe. Se nëse ja ofrën, për shembull e fëmijët, normal që kanë me zgjidhë që ato. Kjo është arsyeja, nëse e kemi drithin e plot, nëse kemi për shembull të kombinu me mill me disa lloje të drithrave që janë shumë të nevojshme, atëherë është një tjetër proces që ndodhet në trup, zakonisht elbi, thekra, mistre, nëse është edhe në kombinim edhe me grurin bashk, atëherë tretem ngadalë, edhe përderisa tretem ngadalë edhe buhen me tharm natyral, atëherë kjo ndikojnë që edhe komplet përbërëse që i përmbajnë minerale, që është hekore, folate, që i përmbajnë milli, edhe fibrat komplet i marrë organizmi, edhe në këtë rast deponohet një sasi shumë ma e vogël, për shkak ka gjasa më deponu edhe në vjam. Unë sot po du me demonstru një pitolk. Me mill integral. Me mill integral, ose me drithrat plota,
e bume me tharm të fermentume në kushte shtëpie. Tharmi është i fermentume me ujë, një lugë mjalt për fillim ditën e parë, ujë të vakt, një lugë mjalt për shkak se sheqerin i ndihmon për fermentim, edhe miell njëjtë integral. Këtu për 5 ditë me radhë, pasi që është miell integral mundet më shku deri në 14 ditë fermentimi. Po unë ju mundu me majt për shembull gjatë ditës, 2-3 herë gjatë ditës, ja ku mdez furren, pak, 5 minuta, vitë sa mu voka ashtu mu bu ma nxehtë, edhe kom bështjell mirë që mos me kap temperatura Celsiusin, që me pas ambientin ma të ngrohtë, që me na u bu ma shpejt, tharmi për me pas sot për studio. Më thonë, se di cila prej djemve është, më një me afru, ishe edhe fluskat që veç kanë fillu me... Më thonë, kjo është tharm i krijuar në kushte shtëpie, fermentuar vetë, pa përdor atë brumin e bukës që e përdorim në tharmin e bukës. Më thonë, kjo krijohet vetë. Mjalt, miell integral, edhe ujë të Po, fillon për shkak një filxhan ujë të vakt, një filxhan miell, edhe një lugë mes me mjalt, edhe tani vazhdon të shtu çdo ditë njëjtë. Për shkak unë kom shtu ka 2 herë në ditë për shkak që e kom marrë temperaturë pak më të lartë, po nëse rrim në temperaturë të ambientit shton çdo ditë, në momentin që e mrim 50%, atër është gati për mu marrë sasia e parë. Që sasinë e parë që e marrim, na sot përgatujmë, po nëse veç e kishim hek për me rujt, mujna me rujt frigorifer dhe njësër mujna me përgatit brum me ta. Dhe më thonë, toja ke vendosë për me ditë ku e ke... Po, për me ditë deri ko. Dhe më thonë, sa, nëse ka arrit 50% që o rrit, kjo realisht që tash është gati me fillu me marrë sasinë e parë të tharmin. Më thonë ushqejmë çdo ditë. Këtu ka me miliona bakterje të mira, mikroorganizma të mirë, që ndikojnë që edhe kur fermentohet po mënej buka, mi marti të gjitha ato vlera ushqyese. Interesant. A filloj me gatimin e bukës Lenë? Përndryshe, sa mund ta Lenën se i shkruani në faqet me Lenën për detajet të apo detajen e kësaj fermentimit. Duhet me pas parasysh që mos me prek me hekër, mirë është me punu krejt kohën me dru, për shkak që mundet ato bakterje që i ka me u degradu. E që kemi enën e hekërit, apo... Ska problem se to e gatujmë shpejt. Shtu e kemi ujë në vakë, nuk duhet me ka një nxehtë. Ja shtojmë masës. Sa dojmë me bu për sa persona sasit bukës. E tretje. I shtojmë vaj që me na undo ma mirë. Me ta me një lugë për qitë masë. Me ta me Lena. Basta i shtojmë millë dhe në fund të ja shtojmë kripën për shkak që kripa mundet me ndiku që mos mu fermentu. Në fund krejt dohet kripën? Në fund krejt kripën. Millë kuptohet deri sa troshet. Une nuk jam shumë... Fonse e brumave? Fonse e bruma nuk është që pregaditi shumë brum, nuk është që ja u di fort kështu... Qyshënzinët? Fix, mos atë qyshënzinët, nashta ato grotës e nonat që janë pak ma eksperte, mujnë me më kritiku, po realisht unë përdu vish me demonstru mënyrën ma të mirën të mundshme fermentimit. Ma të shneshme dhe të fermentimit. Fix. Për ndryshe, këtë bukë me përjashtim disa rasteve, jo është ditë, në një iftar me... Tash mujna me shtu, afërsisht një lugë mesme, se për më kritikojnë që për qes pak. Shumë pak krepi që. Amo krejt sanët i bëjmë me ti për pak krep. Se bëllë marim krep na. Dhe me thonë, sa Lena del për studios, na e marim kripën ekstra. Si të mos me bu na i gjila, na i supë. A dhe që Sovjet e kemë qatë krepë i Lena. Që tjetë e argju. Ka me dollë përshimë. Të delë të përshimë, kena mi vle 3 kripa. Jo, shumë e dëmë që fakti kesh kripa, përdëri një kripës për vesh. Unë e kom parasysh për shumë me japë mesazh që mos me përdur shumë, për shkak që për shumë në familje, sidomos, çdo herë kemi tjetër, kemi fëmijë krejt. Nashta krejt me i kështu kripën tepër pak në kamet për i qikave. Zakonisht kur kom pregadit për shembull supat ose xhellat,
Nuk kanë qenë vogla, i kom bu bashkë me krejt familja, kështu që si kom qitë krypë edhe kjo më ka metë kur kom fillu me shtu, kom shtu tepër pak edhe ka metë si lloj shprehje, po fiks nuk është që tash jo mësu edhe në shpe që nuk i qes. Nuk e përdor shumë krimen. Pa sheqer jam mësu me vite se përdorje, pa krepin e kam shumë problem. Nuk që janë shumë gjella, për shembull, përse ka atë që janë e kripe. Ashtu veç pak e bujmë me dur, nuk ka nevojë shumë me ngjesh ose me punu. Për shkak se realisht kur kjo është me miell integral, edhe të njëjtën kohë është edhe me tharm, edhe i duhet pak më shumë me qëndru. Tash pasi që kemi bu kështu. Lena, se Lena ta nuk jam eksperte e brumit, po ta dhoni këshill që e përdori. Moj e brumin lart diçka. Përshë që kjo sasia e miellit që po shihet, për mos me të mbet çështo, pra ma kam mësu nona, e merr vojën edhe çet shtutejna. Edhe kur e merr tash, për shembull shoj e brumin, ja çet vojën edhe kur e përzin tash se unë s'kam dorza se ta kisha bë. Ajo mirret komplet, as një tro, as një pjesë e miellit nuk met edhe brumi merr një sasi, një shkruajtshëm. Edhe ena met e pastër komplet, në nxitje me të miellit, sepse është një taktikë që as nëse kom ditë len, po ma kam mësu nona dhe besoj që nona e kam mësu prej nonës vetë. Se eksperte e brumit. Se me eksperte gatimeve me brum. E di ma tha dhe ma herët. Kështu që kur e përdorët, se tash e përdore pak, që merret tash brumi lart, e shes sa pak, ena met e pastër nëse e përdorë në kohën e dur. Sa po vjen koha me e përmbyll këtë më janë zonë këthizën që thojna. Edhe atë mbet pasër, mu kër e bëj brumin, ena mbet komplet e pasër. Me vaj bëhet kja. Sa minuta e lajmë me pushu brumin? Qëto e lojmë afërsisht 40 minuta, deri një orë. Zakonisht për më bu ma shpejt, bën nësë është fura veç pak ma e ngratë, me mbulu mirë edhe me mbulu me diçka edhe me lanë furë, bën edhe gjustora. Edhe ma herët, po. Kështu që po kthehemi, na kthehemi shumë shpejt, po na duhemi me prit këto 40 minuta. Kulaqat gati. Kuna ke gatu kulaqat? Rogerti të mirë që po pangucin shëndritin. O, zot, shëndriti është një prej atyne që përmban qëtësin nivelin e edukatës që e përgëzojmë që e përmende. Dhe bravo i qoftë për nivelin e edukatës që përfatëson dignitet shumë një djallë të shembullor, të edukuar. Kulaqat brumin e kemi lanë 20 minuta, 40 minuta. Jemi këthy, kemi bë kullaq edhe kemi lanë 15 minuta edhe tash në këtë pjesë që i thojmë, na thojmë kanë ardhë me aftushëm, nuk di që shtonë e te jo, në të qana ne ka jo, na treniza thojmë ka ardhë brume, që tash është koha për me pjeka, po. A pjeket në temperaturë më të ngadalshme? Ma të lartë, edhe 15-20 minuta duhet më pjekë shumë shpejt. Okej, ma shpejt. Se i bëjmë pak ma të hu. Okej, u bo. Dhe pitalkat e iftarit tani janë gati. Qërësa, unë besoj që e kom të regu edhe këto në studio atë në gjarjen që më ka thonë një paciente që më ka thonë që s'po deshe me gatu, s'u deshit mira, që s'po gatu ishe pite, ta shko me thonë apishe e kom din. Jo, Lena faktikisht është shumë jashtë me brumin, nuk e praktikon. Që në aspektin kështu vetë që... Shko që brumi ka gëgja marifet, në mderi jo shdo kush din, asune nuk di mirë, po provoj. Shtu që nuk është që jam shumë me brumit, përgjësi edhe pse integral, së është shumë pak se në përgatitim me kështu. Bile së një rast, vjera jam ka orë të one me bujt, edhe kur ka shku të shpja vet, i ka thonë nusës tjetër që s'disha non që me gatu, se ajo s'po ka kurgja. S'po ka mil. Dojsham ju gatu qika, po s'po ka mil. Të me thonë që ti nuk muna me arë me 8 mil. Po, e të 8 milin e marë, po dojsham ju gatu dishka qika, po. Nuk po ka të Lena mil. Nuk po visha me nejtë. Okej, pjekim në temperaturë të lartë për pak minuta, në ndërkohë Lena e ka shprehi, gjithmonë kur pjek diçka i vendos 2 enë me ujë në fund të furrës
në mënyrë që të pjeken edhe përmes të avullit, apo Lenë? Po, për shkak mos me na u forcu. Po. Zakonisht e praktikoj nëse du mos më... Ashtë t'i bujnë që ato format e simita ose pitolka. Furrës. Ja, ato të furrës janë dhe djathë dhe së gjoke dhe... Ato janë sa munat me së gjokë gjakovës. Ato janë ndryshe. Ata janë ma special. Edhe sa orë është iftari. Gati. Lena, din qka? Që kjo ka me qenë hira e fundit ditë kryet Ramazani që hi kuzhinë me ty. Jo, vëlla më sajde. Ja. Se pëllak majnë. Ja, pëllak majnë. Bone kuzhinën vetë. Prej tashe deri në fund Ramazanit. Heki dorë nga kuzhina. Ishte në pak vaj që një dole pjesa në anë më e mirë. Edhe me kopë susomin forat. Që për shamë, unë edhe ti në diferencen, ti nuk qëtë krip, unë nuk qëtë vaj. Vaj u lirit, unë e du shumë se kojnë dyra të mira. Unë nuk e përdore edhe kjo na duhet ti për shumë ndyra, dhe më thanë ma shumë të vynin ndyra, se so... Ma shumë du të më ungër qëto për vajin, se so për buken. Edhe sësami ka veti... Po, edhe sësami ka e ndyrna shumë shëndachme. Edhe mund të përdoni ma shpesh në shtëpi. Komplet kjo bukë ka indeks glikemik thull, e rritë energjin, pas iftarit, edhe njërë stabile dhe kjo energji nuk bjen me njëherë që shbjen nëse veç hojmë brom kështu normal. Po, e vërtet është. Në bardh. Kretë ata të cilët konsumojnë pite ose fija ose bukë të nxehtë bardh, me njëherë mas drekës i merë gjumi, faktikisht unë i kuptoj se normal që janë të lodhun edhe... Se shkakton vetë kjo. Fura është e... Ama e? Që mo brese gjenera. Janë a myte. Ma nalë që të sa, Alo, pak ma nalë po, që mu bu ma shpet. Në temperaturë të lartë 15-20 minuta, kthehemi pas pak. Po, shfarere e mirë, për janë shkunë syzat. Problemi ma i madhe atyre që bartin syza është kur ta vëllohen shto kur ata Ja, që definitivisht mu s'ka me kuzhina, o zot, nuk vi ma Lenë, dha dorëheqje nga ky moment, nga rubrika kuzhinës nuk është ferë. Edhe problemi është që kretë kamermanat janë agjërushëm. Ja vepër me vetë. Që ishtë atë dhonë të s'po agjëron, ha? Njani, Lenë. Bukë integrale me susam dhe fara të zeza me tharmin e përgatitur në kushte shtëpie. Recetën e tharmit për ata të cilët se kanë pas shumë të qartë, polirisht, gjeni edhe tek intervista në fillim të intervistës, por i shkruani Lenës në faqen me Lenën. Instagram, Facebook, TikTok. Lena është aktive non-stop në këto rrjetet e saj sociale, apo hekti. Edhe ato ju përgjigjet edhe në detaje për edhe të recetave, por edhe të ati tharmit. Se unë besoj që shumë ma rëndësishme dhe ma kuriozitet ka me qenë tharmi në kushte shtëpie, se sa tharmin mu me përgadit tani se cilën bukë. Po. Me thënë qëfar do buke, mu me përgadit me të njëjtin tharm, edhe mu me rujt këtë tharm, e me vazhdu me ushqy krejt kohën, edhe çdo herë me përgadit buken kushta shtëpia me ta. As pe kërkon, ha? Valen mund, dhe sa shtrota volina. Që edhe pak, s'ka me shumë. Lenë, falimderit shumë. Ti bashkë me shikuse familja e unë do të shihe një javën tjetër. Unë me ty ma nuk vinë kuzhinë, është maltretim deri sa të kryet Ramazani, me një këto erat mira, me së me provu. Për që të përshëndes nga kjo rubrike fundit bashkë, sepse tani edhe shkon me linte. Dashur me që nga këj moment po ndohemi për këtë të djelë, ne do të shihemi të djelën ashme, ju vazhdoni me qëndru me televizionin Kanal 10. Mos e lani pa i provu këto pitolka integrale të shëndetshme me pak djathë. Kalofshi mirë.